Pra, teksa për të rikujtuar edhe lajmin që kishte dalë më 9 mars, kur autoritetet turke kishin konfirmuar se një raketë balistike iraniane kishte hyrë në hapësirën ajrore. Pas pati një reagim edhe nga Irani, duke thënë që kjo nuk ka qenë e vërtetë, cilat kanë qenë veprimet e Turqisë dhe a rrezikon që të përfshihet edhe Turqia në këtë konflikt? Po në fakt dy raketa balistike që janë drejtuar nga harta e Iranit, pra nga shteti i Iranit, si kush i ka drejtuar aty le pikpyetje vazhdimisht, qoftë edhe burimet e NATO-s, qoftë Washingtonit, po ashtu edhe turkët dhe të Iranit, pra ata thonë që nuk e ka dërguar Irani, pra ushtria e Iranit, por gjithsesi dy bomba balistike janë dërguar, ku të dyja në fakt janë azhësuar nga kundra prellat e NATO-s dhe është verifikuar direkt nga radaret e NATO-s dhe është azhësuar, pra është eliminuar nga ato, ku të dyja në fakt copat e tyre kanë rapa. Dikun ka ra copa nga prella parë, kanë ra copat e kundra prellës që është gjuhet nga NATO, pra nga azhësuar kanë dalë në tokën tuve, kurse tjetra edhe kundra prella, por edhe prella balistike ka rënë në tokën e Turqisë, e cili Irani kategorikisht e ka mohuar këtë dhe kur nuk bëhet qartë që do të kemi një konflikt mes Iranit dhe Turqisë, po ashtu edhe Turqia, domethënë ka qenë shumë gjaktohtë, ka ndjekur diplomacinë duke treguar kishin që ne nuk jemi dikush që mund të luaj dikush me ne, por gjithsesi të merrni në kontroll ata që mos të ndodhin në gjërat e tilla që në balistikën e parë, po ashtu në të gjëra në përcjellje kemi pasur për ashtu, por a mund të futet Turqia në sa pyetjes që thoni, a mund të futet Turqia, unë e shoh të pamundshme sepse nëse futet Turqia edhe pse Izraeli po bën çdo lloj provokimi dhe çdo lloj intrigash për ta futur Turqinë në këtë luftë, unë nuk besoj që do të futet Turqia, sepse Turqia është një shtet i cili ka një diplomaci edhe shekullore, por sidomos në 100 vitet e fundit ka luajtur diplomacinë më të rëndësishme ndoshta në krejt rajonin, ku në një kohë ku ishte shumë e dobët dhe në luftën gjatë luftës së dytë botërore, arriti të mos futet në luftën e dytë botërore, pra i vetmi vend në Europë nuk është futur në luftën e dytë botërore, po ashtu edhe në problemet e Irakut, të Kuvajtit, luftën e Sadamit, të luftat Irak, Iran të tjera, Turqia ka ditur të luajë. Po ashtu edhe vitet e fundit që shohim për shembull në Siri, po ashtu edhe ne ka ditur të luajë politikën, plus të gjitha këtyreve duhet kuptuar edhe kjo që Turqia bën thirrje dhe dënon në fakt edhe sulmin e Izraelit të Amerikës kundër Iranit, por edhe të Iranit kundra vendeve arabe, pra të cilat janë vende muslimane për Iranin. Pra nuk është e paanshme, por është shumë delikate për të mbrojtur qëndrimin e saj, që për të mos i lejuar, domethënë çfarëdo lloj provokimi që vjen nga